Në një zhvillim shqetësues për sistemin e drejtësisë shqiptare, Renato Boduri, një figurë e njohur e botës së krimit të organizuar, është parë i lirë para gjykatës së prokurorisë së posaçme duke sfiduar hapur autoritetet ligjzbatuese. Kjo situatë ngre pikpyetje serioze mbi efektivitetin e SPAK-ut në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Boduri është i akuzuar për sulmin fizik ndaj gazetarit Gjergj Zefi, administratori i portalit online Pamfleti. Ngjarja ndodhur më 3 tetor 2023 në Tiranë. Sipas hetimeve, ai në bashkëpunim me persona të tjerë ende të paidentifikuar, ka goditur Zefin me sende të forta duke i shkaktuar dëmtime serioze. Më shqetësues është fakti se Boduri është identifikuar si pjesë e grupit kriminal të Suel Çelës në Elbasan. Përgjimet e komunikimeve në aplikacionin e koduar Sky ECC kanë zbuluar lidhjet e tij me këtë organizatë kriminale, duke e përfshirë atë në aktivitete të paligjshme si trafik droge dhe prostitucion. Pavarësisht këtyre akuzave të rënda dhe provave të mbledhura, Boduri vazhdon të jetë i lirë duke sfiduar hapur autoritetet ligjzbatuese. Kjo situatë ngre dyshime mbi efektivitetin e SPAK-ut dhe përkushtimin e tij në luftën kundër krimit të organizuar, si është e mundur që një individ me kaq shumë akuza dhe prova kundër tij të jetë ende i lirë, apo dështon SPAK-u në misionin e tij për të çrrënjosur krimin e organizuar dhe korrupsionin në vend. Ky rast duhet të shërbejë si një thirrje zgjimi për institucionet tona ligjzbatuese. Është e domosdoshme që SPAK-u dhe organet e tjera të drejtësisë të veprojnë me vendosmëri dhe pavonesë për të siguruar që individ si Renato Boduri të mos i shpëtojnë drejtësisë. Vetëm në këtë mënyrë mund të rikthehet besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë dhe të tregohet se askush nuk është mbi ligjin. Nëse SPAK-u dështon të veprojë në mënyrë efektive në raste të tilla, atëherë ekzistenca e tij vihet në pikpyetje dhe krimi i organizuar do të vazhdojë të lulëzojë duke minuar themelet e shoqërisë sonë. SPAK nuk e arrestoi me bandat Çela e Çopja dhe Renato Boduri i Elbasanit pozon para këmbëve të Altin Dumanit.